Ju njohi me shtypin e ditës e martë 10 qershor, në faqen e parë të gazetës Panorama do të lexoni pavarësia e gjyqësorit, sfidat e drejtësisë, mesazhet e gjyqtarëve amerikanë e europian. Në Vlorë nisi dje konferenca e kryetarëve të gjykatave të larta të Europës qendrore dhe lindore, ku morën pjesë 25 gjyqtarë dhe drejtues të sistemit gjyqësor nga rajoni, Europa dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në fokus të takimit ishin sfidat e drejtësisë moderne, ndikimi i teknologjisë, pavarësia e gjyqësorit dhe parafrimi me standardet europiane. Velia i kërkoi lirimin nga qelia kundrejt garancisë pasurore, por mbetet në burg. Zjaten hetimet për Metën. Berisha sot në SPAK. Pas Tiranës edhe në qarkun e Fierit do të rinumërohen të gjitha votat. Gjithsej do të hapen nga e para 1914 kuti. Kreu i LD-s Metani, 12 hetime disiplinore për gjyqtare e prokuror me indicje nga mediat. Në brendësi do të lexoni opinionet me titull Si u shmang nisja luftës së tretë botërore në Kosovë, 4 skenar për Ukrainën dhe krak nga Edisonipi. Vazhdojmë te me Telegrafin që çelet me krye artikullin. Pazari Celibashi DHL kushtoi mbi 11 miliard dhe mandate deputetësh. Kreu i KQZ-s Celibashi pagoi plot 11 miliard lek nga taksat e shqiptarëve për kompaninë DHL, e cila kishte për detyrë të dorëzonte dorë më dorë zarfet me fletët e votimit në diaspor. Denoncimet qytetare treguan se zarfet po liheshin në pika bastash e hyrje pallatesh në mënyrë të qëllimshme. Kryeministri Edi Rama pas zbulimit të rënojave antike, arkitekti spanjoll po riprojekton shkollën Gjergj Kastrioti në Durrës. Inkluzion ndaj opozitës, avokat Sakrani, SPAK nuk ka ende prova për opozitën, por zjat hetimet për t'i gjetur. Ky është absurditet ligjor. Shpopullimi i Shqipërisë, turizmi nuk ka kusht i shërbej, shtëpitë mbeten me nga një person, shkollat pa mësues, ikin edhe zjarfiksit. Integriteti në drejtësi, presidenti Bajram Begaj në konferencën e gjykatave të larta të Europës lindore. Drejtësia kërkon pavarësi të plot. Kreu i LD-s Artur Metani, 12 hetime disiplinore me indicje të sakta nga mediat për gjyqtar e prokuror. Aktualitet, eksperti mashtrimet kibernetike me mesazhet për bankat, pasojë e publikimit të dhënave nga institucionet tona. Drejtori i FBI-s paralajmëron hapjen e plotë të dosjes me Gonigal. 10 qershori datë historike për institucionet e Kosovës. Një nga ikonat e ushtrisë shqiptare që mori pjesë në organizimin e UÇK-s me pseudonimi Shpëtim Golemi, vlerëson se veçanërisht për Kosovën, 10 qershori është data më e rëndësishme për historinë e popullit shqiptar, duke u bazuar në ngjarjet e mëposhtme. Më 10 qershor 1878 në Kosovë, në Prizren, u kërkua lidhja shqiptare-Prizrenit. Jo vetëm turizëm veror, por edhe gjithvjetor malor nga Enrico Cecco. Këtë artikull do ta gjeni në faqen 11 në brendësi të gazetës Telegrafi. Vazhdojmë te me ditën, kur ka të drejtë myslymi, pse po shkojmë drejt rinumërimit të gati gjysmës së votave të 11 majit për të verifikuar nëse Saliu e kanë tradhtuar të vetët apo jo. Në të vërtetë Saliu nuk i interesojnë as votat e vjedhura mes demokratëve dhe as rezultati në tërësi, se ai është i qartë që nuk ndryshon. Ai po kërkon kohë shtesë derisa të mbyllet sesioni politik në parlament dhe të ketë mundësi të mbrohet si humbës madhështor. Rinumërimi masiv i votave të 11 majit, Rushdia, e krokodili dhe operacioni Çakmaku. Pse 71% e pensionistëve nuk kanë planifikuar pushime verore, çfarë pritet muajt në vijim? Apeli refuzon lirimin e Rion Veliajt, SPAK zgjat kohën e hetimit për Metën. Marrëveshja, kur do të jenë në llogaritë e pensionistëve tan parat nga Italia dhe çfarë pritet me Greqinë? Të qeshësh apo të qash, çfarë ndodh kur presidenti SBA zgjedh me njeriu më të pasur në botë? Këto e të tjera i gjeni të zgjeruara në brendësi të gazetës Dita. Dhe si gjithmonë në fund Panorama Sport. Sot ora 20:45 Shqipëria luan kundër Letonisë ndeshjen e 4 kualifikuese. Kombëtarja detyrim 3 pikët. Silvinho, avantazhi im, kam disa zgjedhje në sulm. Trajneri, përballja që ka presion, por jemi më të rritur. Pagjim shitin, edhe ai jeti është faq shqetësime. Përfaqësuesja me mbrojtje të re ndaj letonezëve. Aslani, karikojnë baterit, vetëm fitore për ëndrrën. Kosova vijon me triumfe Rahmani triplet Komoros. Trajneri Serbi Stojković organizim
furnizim fenomenal, atmosfera si Boca River Plate, Vllaznia, Dodaj kërkohet në Turqi e Kroaci, zyrtarizohet Haka, Partizani janë më të aktivizuarit, Batista lë Bylisin. Vazhdojmë më tej me PSG-ja favorite për botrorin e klubeve. Azzurrët, Italia mbetet në lojë, Spalletti mbyll me fitore, Gjermani shpërthen Bayerni, kërkon Barcola dhe Nico Williams dhe Liverpool çmenduri për Wirtz, refuzon 134 milion euro. Këto ishin disa nga titujt kryesor të gazetës Panorama Sport, të zgjeruara i gjeni në brendësi dhe me këtë gazetë përfundojmë leximin e shtypit për ditën e sotme.